Emri i parë është Sasa, e gjitha ajo historia që nisi, domethënë që ditën e parë kur ishim ne këtu mbrënda, që ka tendencës fjala me tregu se unë di gjëra për ty edhe unë mund të kap ty shamat, vend që të vi t'ulet me mua dhe të pyes mua edhe flet tamam. Edhe mundo i përmend gjërat në mënyrë indirekte dhe pastaj bën jo, po s'përmenda gjë unë. Tani Sasa sapo ndau një histori të dhimbshme që është rrit pa nën, ka hallet e veta, gjërat veta, gjithë kena halle këtu. Edhe shumë e vështirë kur i dëgjon hallet dhe problemet e tjerëve, se kur vjen puna për te nominimet, sikur të kputet pak zemra, du ta nominoj për lojën këtu, për raportin si e ka kriju me mu këtu, po si me nominu kurse edhe ajo ka një jetë, ka një arsye, ka një gjë pse ka ardhur. Po uroj në rast se unë jam gabim, publiku normalisht nuk ka për ta vërtu për dal. Dhe emri i parë është siç thash Sasa, ndërsa emri i dytë sigurisht do ishte Londrimi në rast se nuk do ishte në televotim, por unë do të them për Tonin, sepse Tonin e shoh unë shumë të lëkundur, sikur influencohet nga grupe të ndryshme dhe ka pas disa reagime kundrejt meje. Ai në fakt ka përkrah edhe efektin e bulizimit, kur Londrimi e ka pas atë efektin kur fjala dolem nominim kokë të dy, me atë Tonën pasi hym tualet, edhe ishte ajo mbrëmja që isha unë femër e ulur aty, Londrimi para meje, non-stop vazhdimisht me gjitha ta fjalë, me gjitha ta ofendime dhe gjëra, dhe Toni me Edin u quan të dy në këmbë, ua, bravo, këshu Edin, gjithë knajtësi, gjithë qeshura. Dhe Toni është ai që tha, hit e boni. Thash me vete, si mund të thush kur dikush bullizon dikë, sidomos një mashkull, një femër, thuash hit e boni. Ai ja kam thënë, je edhe prind, edhe ke një përgjegjësi pak më ndryshe, duhet pak, si ta them, disa gjëra, edhe prind mos jetë, disa gjëra janë papranueshme. Edhe ka disa sjellje kundrejt meje, nuk e vën fare në pesh, kjo a është njëri, si është si njëri, a është femër, a s'është femër, a ka një jetë për jashta, a s'ka një jetë për jashta, a mund të preket, a mund të ofendohet nga ndonjë gest, nga ndonjë fjalë, nga ndonjë gjë, vetëm i thot gjërat sipërfaqësisht. Pastaj kur ja bën me dije, Toni është emërtimi i dytë.